Mungesa e tregut të shitjes dhe rënja e çmimit ka ulur ndjeshëm interesin e fermerëve në malsinë e madhe për kultivimin e bimëve mjekësore. Sipas specialistëve të bujqësisë, 10 ton shërbel kanë mbetur stok, pasi çmimi ofruar është nën koston e prodhimit. Ata pikat e grumbullimit fajin e lanë tregut jashtëm, çmimi nga 1.300-1.400 lekë që ka kanë lekë të vjetra të vitit e kaluar, këtë vit ka rënë 700 lekë. Kjo ka dekoruar shumë në këtë sektor, edhe fermerët ka shumë parcela të bimëve medicinale, sidomos shërbela, të pakurrura, gjë që premton pak për vitet e ardhshme. Një tjetër faktor që po ndikon në këtë situatë është edhe mungesa fuqisë punëtore. Fermerët kërkojnë mbështetje nga institucionet për të siguruar tregje të qëndrueshme dhe për të shmangur braktisjen e tokave bujqësore. Unë kam gati 40 kintal shërbele kam bërë tash 2 vjet. Jap shteti gjoja subvencion për punim tokët, subvencion për naftë. Shteti do besu për me shkuar bimë mjekësore malësia e madhe me i tokë jetu. Unë aktualisht kam 500 kintal shërbel stok. Dhe kosa e prodhimit është 900 lekë për kile dhe shitja është nga 500 deri në 700 lekë. Domethënë na po punojmë nën kosë. Në malsinë e madhe kultivohen mbi 3000 hektar tokë me bimë mjekësore, kryesisht me shërbel, duke bërë këtë zonë një nga prodhuesit kryesor në Shqipëri.